A lejohet prerja e thojve natën? Ne muslimanët nuk i besojmë këto besytnit. Thojt natën, mos më ula ditën e premte, mos me qep ditën e martë, mos me u pam pasqyrët natën. Gjitha këto janë besytni ose besime supersticioze, të cilat Islami i ndalon dhe nuk lejohet në Islam që të besohen gjëra të tilla. Pasi lidhja e fatit në jetë apo e disfatës në jetë me gjëra që Zoti nuk i ka bërë shkak, konsiderohet në fen ton e papranueshme, konsiderohet në fen ton mëkat dhe gjuna dhe quhet në gjuhën e Islamit tijara. Tijara të thot besytnit ose besimet supersticioze. Të konsideruarit shkak për mbarvajtjen apo për mos mbarvajtjen, për fatin apo mos fatin, për suksesin apo për disfatën e diçkaje që Zoti nuk e ka konsideruar shkak edhe arsye për këtë gjë.